Zhvlerësimi i euros dhe dollarit ka trembur shqiptarët, të cilët në vitin 2024 vendosën që kursimet dhe kreditë kishin në monedën kombëtare. Banka e Shqipërisë thotë se vitin e kaluar pesha e kredisë në valutë u ul me 1.8%, ndërsa depozitat ranë me 2.2%. Pas zhvlerësimit më shumë se 2 vjeçar të euros dhe dollarit, edhe sjellja e qytetarëve dhe bizneseve ka ndryshuar përballë valutave, duke u fokusuar më shumë tek kredia dhe kursimi në monedën kombëtare, pasi është më e sigurt dhe e mbrojtur nga goditjet e kursit të këmbimit. Të friksuar nga një kurrje më e fortë e valutave që mund të zhvlerësojnë edhe kursimet që qytetarë e biznese i kanë në monedë të huaj, ata vjet janë orientuar drejt përdorimit më të madh të lekut. Banka e Shqipërisë thotë se në vitin 2024 është ulur pesha e depozitave dhe e kredive në valutë në raport me vitet e mëparshme. Referuar raportit, në fund të vitit 2024, afro 52.1% e kursimeve të shqiptarëve ose 7 miliard euro ishin në valutë dhe pjesa tjetër prej 6.5 milion euro ishin në lek. Në krahasim me vitin 2023, depozitat e valutë është ulur me 2.2% nga 54.3% që ishte i njëjti trend ose largim nga valuta drejt monedës kombëtare lek është edhe tek kredia. Afro 45.3% e kredisë së marrë në sektorin bankar nga bizneset dhe qytetarë është në valutë dhe pjesa tjetër në lek, kurse në vitin 2023 vlera e kredisë së marrë në monedë të huaj arrinte në 47.1%. Banka e Shqipërisë përsërit thirrje për qytetarët, bizneset dhe institucionet që brenda vendit çdo pagesë ta bëjnë me monedën kombëtare si e vetmja zgjidhje për stabilitet në tregun valutor prej 2 vitesh, pasi zhvlerësimi i euros dhe dollarit ul edhe vlerën e kursimeve kur ato janë në valutë. Siç dihet, euro e mbylli 2024 duke e këmbyer me 98 lek, vlera më e ulët historike nga 104 lek që ishte në fund të 2023-shit.